Sa feta bukësh normale të konsumosh në një ditë? Disa njerëz priren ta teprojnë me konsumin e bukës kur ulen në tryezën e ngrënies. Nëse i përkisni kësaj kategorie, ndiqni këto udhëzime të thjeshta për një konsum të shëndetshëm dhe të plotë të bukës në varësi të llojit që konsumoni. Buka e bardhë, qoftë e thekur ose e butë, kjo bukë, ndër të tjera, nuk duhet të konsumohet më shumë se 8 feta në ditë. Kështu sigurohuni ta balanconi atë në konsumin e burimeve të tjera të karbohidrateve. Buka e zezë. Konsumi ditor i kësaj buke të shijshme varet nga qëllimi që keni për trupin. Pra nëse po përpiqeni të ruani peshën aktuale, mund të konsumoni deri në 12 feta bukë gruri integrale në ditë. Nëse synoni të humbisni në peshë, mos konsumoni më shumë se 8 feta në ditë. Pitet. Rekomandohet të konsumoni deri në një copë e gjysmë pite në ditë. Kufizoheni në sasinë e një cope nga vakti që përmban burime të tjera të karbohidrateve, siç është orizi, makaronat dhe bollguri.